Mirëmëngjes të dashur Gafor, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është lutja magjike, që në norvegjisht do të magis bënd. Letra pasqyron kogja, ka shumë për të folur kjo letër, po për ta bërë një mesazh në atë çfarë vërtet është më e kryesorja të marrim, është kur ndalon së luftuari me jetën, ajo fillon të rrjedh drejt teje. Mjafton të hapësh zemrën të dashur Gafor dhe të thuash, unë nuk e di si, por jam gati. Dhe kjo është më shumë se magji, është bashkëpunim i vërtet. Ndonjëherë me shumë se forcë na duhet besimi, besim që universi po na ndëshkon, po na dëgjon, po na fal, po na jep, por po na udhëzon. Sot në vend që të pyesësh, të dashur Gafor, çfarë duhet të bëj, provo të thuash, tregom rrugën, unë jam gati. Kjo është një lutje magjike dhe mrekullitë fillojnë kur ne ndalojmë së komanduari rrjedhën dhe fillojmë të bashkëkrijojmë me të. Do thotë, këtu nuk është asgjë për të të ndëshkuar, por për të të udhëzuar.